dhe për ndryshimin e domosdoshëm që qyteti ka nevojë. Ka qenë i përfshirë edhe zoti Kurti në këto diskutime për të arritur këtë koalicion apo jo? Kemi pasur koordinim të plotë edhe me kryeministrin dhe jemi shumë falënderues edhe mirënjohës e do ta kemi mbështetës edhe procesin tutje në vazhdim për të realizuar fitoren e Vushtre, kemi premtimin e tij publik. Pra zoti Kurti ka qenë i involvuar në këto diskutime me zotin Tahiri edhe juve apo jo? Sigurisht që po. Takime ka pasur? Ka pasur dhe takime. Me zotit Qafer Tahiri, juve dhe zotit Kurti? Po. Ditëve të fundit apo para së ditës? Ditëve të fundit. Dhe sa do finalizua kjo marrëveshje. Por nga ana tjetër në LDK ka ngjallur shumë polemika, duke thënë që ky koalicion nuk ka pasur autorizimin e kryesisë së LDK-s, konkretisht të kryetarit të partisë Lumer Avdixhiku. Kemi parë reagimet e tij të ashpra ndaj këtij koalicioni. Unë nuk e kam parë gjitha reagimet e strukturave të LDK-s dhe me thënë të drejtën nuk më takon mua t'i komentoj ato. Unë jam shumë i njës edhe njerë për thëmë kryetarit të degës Lidhjes Demokratike të Kosovës në Vushtre dhe gjitha strukturave, por edhe shumë mbështetësve aktivistëve të devotshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Vushtre, të cilët kanë suportuar ditëve të fundit përmes kontaktimeve dhe kontakteve dhe takimeve që i kemi pasur një marrëveshje të tillë politike. Ne besojmë në një marrëveshje të sinqertë, të cilës do t'im përmbahemi dhe do ta drejtojmë Vushtren në 4 vitet e ardhshme në dobi të qytetit, zhvillimit, mirëqenies dhe progresit që i ka munguar Vushtres në 4 vitet e ardhshme. Unë mendoj që Lidhja Demokratike të ka fort qartë situatën e para 8 viteve kur ne si lëvizjeve të vendosje kemi arritur marrëveshje me Lidhjen Demokratike atëherë 2017-ën. Para 2017-ën dhe kemi qenë vendimtar në fitoren të Xhafer Tahirit, atëherë sekretari i komunës, edhe kemi sjell LDK-n në pushtet pas 3 mandateve në opozit. Prandaj kemi një bashkëpunim të kahershëm, ashtu kemi bërë bujë edhe në vitin 2017 kër jemi bërë bashkë, sepse e dini që atëherë si subjekt kemi pas shumë pak bashkëpunime edhe në nivelin lokal, ashtu ka bërë bujë edhe sot, por e gjithë kjo bujë mendoj që ka elemente shumë të mira, për shkak se populli dhe qytetarët e Vushtres e kanë pritur jashtëzakonisht mirë, një marrëveshje të tillë janë shumë shpresdhënës dhe optimist për ndryshimin e Vushtre, edhe derisa shumë media, emisione, analizë dhe të tjerë kanë zë kritik për shembull për nivelin qendror sepse po ka bllokada institucionale. Kjo ka qenë një shembull i mirë se si duhet të tregojmë zemërgjërsi dhe bashkëpunim se në fund të ditës jemi qytetarë të Vushtres, e njohim njëri tjetrin dhe të gjitha kemi një qëllim të përbashkët të shërbejmë qytetit pa dallim në mënyrë që komuna e Vushtres të ecën përpara, por edhe sigurisht që qyteti i lashësisë dhe historisë, qyteti i Hasan Prishtinës është gjithmonë një promotor i zhvillimeve ndryshe, pra që i prin ndryshimeve dhe frymes pozitive për zhvillimin e komunës, por edhe vendit në përgjithësi. Thatë që në 2017 kishte bërë bujë koalicioni mes